Përshëndetje miq të Paçja Magjike. Sot do ju njoh me 5 bime aromatike që nuk mungojnë kurrë në shtëpinë time. Po ju tregoj 5 nga bimët aromatike dhe mjekësore që i mbledh çdo vit me shumë kujdes nga natyra dhe nga kopshti im. Rozmarinën, sherebelen, mentën pëllëjgjëm, melisën dhe mentën lëngfolja. Koha më e mirë për t'i mbledhur është kur bimët janë në lullëzim ose pak para lullëzimit të plot. Atëherë ato kanë aromën më të fortë dhe përmbajtjen më të lartë të vajrave esencial. Unë i pres me kujdes, i lidh në tufëza të vogla dhe i çoj me njëherë për t'u tharë. Kur mblidhni bimë mjekësore, zgjidhni gjithmonë vende të pastra. Mos i merrni pranë rrugëve me qarkullim të madh, larg pluhurit, larg ujrave të ndotura dhe larg zonave ku përdoren pesticide ose kimikate. Cilësia e bimës varet shumë nga vendi ku është rritur. Gjithashtu duhet të keni kujdes që të merrni majën e bimës, pra jo vetëm thjesht majën, por që të ketë edhe një pjesë kërcelli, ku pjesa kryesore neve na nevojitet gjethja. Pasi i mbledh, i tufëzat i vendos në një vend të ajrosur në hije dhe larg rrezeve direkte të diellit. Kur ishim të vegjël, ne tufëzat i lidhni me një fije bime. Kështu ato ruajnë ngjyrën, aromën dhe një pjesë të mirë të përbërësve të tyre natyral. Kur thahen plotësisht, i ruaj në kavanoza qelqi ose në qese letre në një vend të freskët e të thatë larg lagështirës. Për ta kuptuar nëse bima është tharë plotësisht, provo gjethen. Nëse gjetja këputet sapo e prek, atëherë bima është gati për të ruajtur. Rozmarina është një nga bimët që përdor më shpesh. Çaji i saj ndihmon për përqendrimin dhe kujtesën, ndërsa aroma e saj i jep ndjesi freskie. Gjithashtu përdoret shumë edhe për kujdesin e flokëve. Vaji i rozmarinës nuk mungon kurrë në shtëpinë time dhe unë e përdor shpesh për flokun. Sherebela është e njohur prej kohësh për shqetësimin e fytit dhe të gojës. Një filxhan çaj sherebele përdoret shpesh edhe për të ndihmuar tretjen pas vakteve, por gjithmonë duhet të keni kujdes në përdorimin e sherebelës, sepse jo të gjithë mund ta përdorin sherebelen. Menta pëllëjgjëm ka një aromë shumë karakteristike. Ajo ndihmon treten, ul fryrjen dhe përdoret gjerësisht si çaj aromatik, sidomos pas ushqimit. Melisa është një nga bimët më shqetësuese. Ajo është quajtur ndryshe si çaji kundër stresit dhe anksit. Krijon ndjesi relaksi dhe mund të ndihmojë për një gjumë më të qetë. Nëse pini në mbrëmje një çaj me lulen e melisës, gjumin do ta bëni më të qetë. Ndërsa menta lëngfolja ose menta egër ka aromë të freskët dhe përdoret për të lehtësuar tretjen. Ajo është gjithashtu një zgjedhje e mirë si çaj gjatë periudhave të ftohjes, fal aromës së saj karakteristike. Këto janë dhurata të çmuara të natyrës, ku mblidhen në kohën e duhur, thahen me kujdes dhe ruhen siç duhet, mund t'i përdorim gjatë gjithë vitit për çajra aromatik dhe për përdorime të ndryshme tradicionale në familje. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni ta pëlqeni, ta shpërndani dhe të abonoheni në kanalin tim. Faleminderit që më ndiqni dhe shihemi në videon e radhës. Nëse dhe ju i mblidhni dhe i ruani këto bimë, më shkruani në komente dhe mënyrën se si ruani dhe si i thani ju. Unë që fëmijë jam marrë me ruajtjen dhe mbledhjen e këtyre bimëve. Prandaj e ndjej të nevojshme që ta ndaj me ju këtë përvojë që nga fëmijëria ime.